Seanca e parë gjyqësore në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe 29 personave të tjerë të përfshirë në të njëjtën çështje nuk u zhvillua normalisht pasi ai mungoi në sallën e gjyqit. Në këtë proces janë përfshirë gjithashtu disa biznesmen dhe kompani, të cilët dyshohen se kanë pasur lidhje me skemën e hetuar nga prokuroria. Përmes avokatit të tij të caktuar kryesisht, Veliaj pretendoi se nuk kishte marrë njoftim për zhvillimin e seancës dhe se nuk ishte njohur me materialet hetimore të përgatitura nga organi i akuzës. Ky argument u kundërshtua nga prokurori i çështjes Olz Dado, i cili theksoi se procedura e njoftimit ishte kryer sipas rregullave. Pas gjykimit të kërkesës së mbrojtjes, trupa gjykuese vendosi të pranojë kërkesën e Veliajt për t'i vënë në dispozicion të gjitha aktet hetimore, në mënyrë që ai dhe mbrojtja e tij të njehen me përmbajtjen e plotë të dosjes. Seanca u shty gjithashtu për shkak të mungesës së pritpandeorëve të tjerë në këtë proces gjyqësor. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në paraburgim që prej muajit shkurt të vitit kaluar, pas hetimeve të zhvilluara nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai dyshohet për disa vepra penale, mes tyre korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasuriesh, përdorim detyre dhe futja e sendeve të ndaluara në institucionet e vuajtjes së dënimit. Sipas prokurorisë së posaçme, Veliaj dyshohet se ka ngritur një skemë të ndërlikuar korrupsioni dhe pastrimi parash, përmes së cilës pretendohet se ka përfituar në mënyrë të palishme nga fondet e bashkisë së kryeqytetit dhe ka rishfete të dhëna nga biznesmen që kishin kontrata me institucionet që ai drejtonte. Procesi pritet të vijojë në seancën e radhës ku palët do të paraqisin qëndrimet mbi akuzat.